Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot do ndaj me ju këtë akulloren fantastike të shëndetshme, mjaltë e ëmbël pa asnjë gram sheqer. Është e përshtatshme për të gjithë familjen, mund t'ja jepni fëmijëve tuaj pa frikë, pasi është edhe e shëndetshme dhe e ëmbël. Fillojmë pa humbur kohë. Në një endë shtojmë 5 lugë tërshër, 10 hurma arabie të cilat I kemi pastruar nga bërthama, 50 gram fruta të thata mix, 1 lugë kakao e pa sheqer, pak kanellë dhe 300 ml qumësht. Masën do ta përziejmë shumë mirë dhe do ta lëmë të pushojë për disa orë në frigorifer, sa më shumë të pushojë aq më mirë është, pasi do të zbuten akoma më mirë përbërësit. Unë e kam mbyllur me një qese kuzhine ose mund ta mbyllni edhe me kapak, si të jetë më e lehtë për ju. Dhe e ruajmë në frigorifer. Shumë e rëndësishme kjo, pasi kemi përdorur qumësht dhe normalisht duhet të rrinë në frigorifer. Pasi ka qëndruar dhe është zbutur, shikoni pak se si është trashur masa, e vendosim në blender të gjithë masën që përgatitëm. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Për pak sekonda në blender, masa është gati dhe e vendosim në një enë. Unë kam shtuar dhe pak çokoladë të zezë pasi djali e preferon shumë dhe e lëm në ngrirje derisa të mpikset. Dhe më pas e keni gati për ta konsumuar. Është shumë e ëmbël, mjaftueshëm e ëmbël dhe mjaft e shëndetshme. Ju sugjeroj ta përgatisni dhe ta provoni dhe ta shijoni. Si ju duket si recetë? Faleminderit.